Lyeni fytyrën me mjalt para gjumit dhe rezultati do ju mahnisë. Maska më e mirë për fytyrën tuaj është maska me mjalt, sepse ju ndihmon që të hapni pore dhe t'i pastroni ato. Kjo maskë është e domosdoshme për të hapur poret e për të hequr papastërtinë dhe në fund t'i mbyllni ato. Një lëkurë me shkëlqim është një tipar i veçantë i cili e bën unike çdo femër. Madje edhe nëse është errësirë, nëse një femër i shkëlqen lëkura, e bën atë edhe më magjepsëse. Përbërësit janë dy lugë mjalt. Me një mjalt natyral i cili është i shkrirë, lyeni fytyrën dhe lëreni të qëndrojë derisa fytyra juaj të ketë marrë të gjithë esencën e mjaltit dhe të vëreni që mjalti po thahet mbi lëkurë. Në fund e shpëlani me ujë të vakët dhe ujë të ftohtë dhe më pas mbyllni poret nga uji i ftohtë. Trajtoheni disa herë në muaj lëkurën tuaj me këtë maskë dhe do të keni një lëkurë të butë si mëndafsh dhe me shkëlqim.